As lotët në sy nuk mund të përshkruajnë dot nevojën për ndihmë, që i drejtohet të gjithë atyre që kanë vesh të dëgjojnë dhe gjithë atyre që kanë sy për të parë. Vuajtjen, vështirësitë dhe një sëmundje që i rrezikon jetën 12 vjeçarit Riger Zdyli nga komuna Guri i Zi në Shkodër. Një sëmundje e kuptuar vetëm pak muaj më parë, sot i rrezikon jetën. Babai i 12 vjeçarit po unë se është gati të shes çdo gjë për të shpëtuar jetën të birit, të cilin nuk mund ta shohë atë gjendje. 3 muaj, pothuajse çdo ditë ai detyrohet të drejtohet Tiranës për dializën e veshkës, ndërkohë që edhe pse është gjetur dhuruesi i veshkës për të shpëtuar jetën e Rigersit, shteti shqiptar i mbyll dyert. Tash 3 muaj e los ka marr kur një lloj përgjigjes. E kam pas të fiks një muaj shtrum të janë në spital. Qysh në kodët natës se çaj prej gjumit, të më dalë rrugë të mëdha me hyp makina me shkuj Shkodër në Fagona. Më të mirë gjum, dhe ka jam thot, ndel më bëj më mirë 10 sa vujm kështu. Me put shpirtin. Cili është apeli që i bën shtetit? Shteti ta mendoj në zemër. Ma stojnë kot shteti që bëj kaç folas, e s'bëj kët. Ku s'pet zyre shteti, s'pet zyre për me bëj tet punë i fëmis. Koma i shteti, cila shteti unë. Unë të vim më shteti, do të gash pija fali shtetit, me zemër. Shtëpia tokë ja fali. Edhe vetë ja fali, komplet. Shteti me bën një krim, unë si person nuk them vend pa kërkuar shteti. Po me bën krimin, me pas po me dhënë shtetit të eksa dalë zjarre për i burgut zjarre shtetit që rasat. Se kom se gjën do. E marr debatet në telefon, sham doktor. Me kanë doktor, ai s'po ka një më bën debatet. Zi, s'kam sa më gjat. Më dem ta mendoj në zemër shteti, apo është do një muaj në fjetë këtë punë. Me që i fëmijë të më vjesh për gjumit, në kodët natës, e shi, gaftoft. Një histori e dhimbshme që mund të prek gjithë secilin nga ne, por sot më shumë se kurdoher, është momenti për solidaritet dhe gjithë së bashku të realizojmë dëshirën e këtij 12 vjeçari. Unë jam i Gerdili nga Guri i Zi, por ka nim për shtetit më mu, jam 12 vjeç, kush mundet me mu të mojnë, kam qef mi në shkollës kë kam ikë vazhdimisht. Dhe ka që mundës me që më thonë ma. Faleminderit për josh.